الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. I gjithë falëndrimi I takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam qojmë mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuari dhe shumë I respektuari xhamat. Për sot vazhdojmë me hadithin kudsi të radhës, me të cilin siç e dini edhe vetë, kemi filluar që një kohë sa do pak disa hadithe kudsi të I spjegojmë para xhamatit të nderuar. Hadithi I radhës është hadithi numër 8, për të cilën Imam Bukhari edhe Imam Muslimi e transmetojnë nga Zeid ibn Khalid el-Juhani, një shok I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili tha: Salla lana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve na e fali namazin e sabahut në Hudejbije. Hudejbije është një vend afër Mekkës. Ala ithri sema'in kanat min al-lejl. Pra na I fali namazin e sabahit pasi që gjatë natës kishte ra një rigë e shiut. Kështu I vjen kjo. Pasi u kri namazi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u kthi ka xhamati, se ashtu e kishte rend dhe sunet ishte. Edhe u drejtua ka njerëzit, edhe ju drejtua njerëzve duke u thënë: Hel tadruna madha qala rabbukum? A e dini se çka tha Zoti I juaj? Të pranishmit thanë: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahi dhe pejgamberi e din më mirë. Tha, pra Muhammedi alayhis salam, Allahu tha ka thonë: Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Thot, ka disa prej robëve të mi janë qunë mëngjes në sabah, disa thot janë qunë musliman, disa thot janë qunë qafira, pa besimtar. Fa amma men qale, a I cili thot ka thonë: Mutirna bi fadlillahi wa rahmetihi. Pra a I cili është gjunë mëngjes dhe ka pa që ka rashi natën, çka thot? Na paskalshu shi Allahu me rahmetin e vetë. Pra Allahu paskalshu bereqet. Fe dhalike mu'minun bi wa kafirun bil kaukeb. Pra qëto shka thojnë se Allahu paskalshu rahmet neve, paskalshu shi Zoti, thot ki është musliman muë, besimtar muë, kafir është në trupa qiellor, në yjet. Pse? Ngonë mirë tash. Fa amma men qal, mirë po ai cili është zgjur qafir,
Thot kush thot, mutirna bi kaukebi filan, në lëshoj shi për shkak se kena hin hanën 15 që të na thujnë, ose një yll, ose një diçka, pra ky njeri ka besu në yjet, ka mohu besimin në Zotin. Këto, pse e kam zgjedh unë këtë hadith? Se shpesh po ndëgjoj për njerëz që po thojnë, tash ka ndru hana beshi. O Habib, kupto se hana nuk beshi, e as hana nuk nal shi. Ai çka lëshon shiun është vetëm Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu. Pra ata të cilët thojnë se ka ndru hana edhe shti beshivi, ose ka ndru hana dhe nalët shivi, pra këto po mohojkën besimin Zotin, edhe po e besojkën kane në yjet ose në trupat qiellor, ndërsa besimi i vetëm i joni është të besohet vetëm në Allahun Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu. Pra këto tradita kanë qenë të vjetra vëllezër të nderuar. Pra çështu këta e kanë marrë për ignorancës së mëhershme. E kanë marrën prej gjahiljetlëkit, e kanë marrë prej bistitnive. A ju kujtohet kur kam spjeguar unë atje prej mëkateve të mëdha është që të besohet në bistitni. Për shembull, e kam thonë se këtë shpesh të na thonë si ta prese moca e ziz udhën, kthej udhën të masë zban. Nuk ban me i presojt edhe të komës, edhe dorës e bot, edhe darsëm edhe dhe. Këta janë kejt bistitnia. Si do këtë illi filoni, arabët e kanë kishpe i gjahilet, si del illi filan, bo beshi. Si të hupe illi, nalët shivi. Krejt të gjona, nash shiun, nash borën, nash djelin, nash ndryshimin e motit, nash to krejt, janë caktimet e Allahut. Pra ta Allahu Azza wa Jall në hadith tjetër kutsi thot, ju dhini ibn Adem, i biri Ademit më pengon, më dëmton, më lëndon, i cili thot, ose i cili e shan kohën, yasubbu dahra wa ana dahr, e shan kohën, kur onë e thot jam koha, i cili e ndryshoj atë që të dua. Sot dita e keqe, sot dita e marë, këta në shprehje të cilët duhet të ndryshojnë, musliman, moni se këtu rrezikohet besimin Allah, rrezikohet besimi, akidja e jote rrezikohet, si të rrezikohet akidja ty shka po të vinë. Pra këto janë gjëra të cilët kanë met prej ignorancës së mëhershme, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Arbaun fi ummeti min emri l-jahilije. 4 gjëra thot janë të ummeti im, të cilët i kanë trashëguar thot prej ignorancës së mëhershme. Gjenerat pas gjenerate i kanë trashëguar. Thot e para prej tyre thot është el fakhru fil ahsab, mu livduën familje, une djali filanit i filan familjas, bra unë e rjedhi. Kja është gjahiljet. Gjahiljet. Kush jetje? Kujt po i livdohesh? Kam thonë 100 herë, unë po e them prap. A di kush jetje? Këshyre prej ku ke dalë. A di kush jetje? Këshyre shka ki mbark. A di kush jetje? Si disë është të ndrojnë e një mënëran. Nuk thojnë mo Hasan apo Hisen, thojnë gjenose. Afroj gjenosën, bere gjenosën, laj gjenosën, shtine gjenosën, barët gjenosën. Të ndrojnë e një mënëran. A di kush jeti? Duhet si disë është ma shpejt me qumet blume dhe. Pse? Se e kelb dënjohën. A di kush jeti? Ti jetë qaj shka me ta qelë vorin mas 3-4 ditve, insektet e tuat janë vërsull tyje e nuk jetë gjendje insektet me i largu për i vetë vetisi. Ti o trim, ti o filan, që kije pra. Atëherë, pra mos u livdo me unë jam i familjes filane, se kjo janë prej gjahiljetit. Pra, këtë janë trashëgime nga gjahiljetit. E dyta do të është, për nga mesë zëmë dhët, wa ta'nu fil ensab, edhe me prek dikonin familje. Habe se këtë familja filonit janë. Habre se familja. Sidomos,
rini, që të juve pjo drejtohem. Ka një herë kur nervozohesh me djalin, ja shanë dajt. Hajtë se e dim të dajve i ka gaki. Kuna për më liftuar, hello qka babës, biri babës, kuna për me kesh, po zati dajtë të që shto janë konën. Qka po prek të dajtë atje? Ose grues mi thonë, po ti e filonës je, ej, ti e aqetje, ti e këtu i tje. Pra mja lëndu dikujna familjen, pasha Allahun e qabës. Kam edhe disa minuta në dispozicion. Njëherë kisha një debat në zyre tema që edhe erdhe një qift i cilin dëshin shkururizimin. Për mua, dhimta ma e modhe është kur vëllahi vlezër, kur vinë qiftet të cilët nuk mirën vesh, edhe e bajtë të pamundrën. Allah ka dashtë, alhamdulillah, tërë tash, ja kemi arrit me 10 dhe 100 raste, që kanë ardhë, ndoshta kanë qenë në humner për të shkatru një qift, pas Allah të zëgjeli mi bon shkaktar, edhe e kemi bon që qiftet mos të ndahen, familjet mos të shkatrohen. Shkurt, erdhë një qift, edhe këtë gjalli, unë e lash renin, thash fol bre gjallë, ja nisi foli bla 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 bla, qatë shumë, qatë keq, e boni gryën e vetë, është la ilahe illallah, të ne shqiptarët pas ka qatë jirit keq, ama jo ishte një grua, një zoj, e cila vetë me shiqonte, vallah. Edhe dikur, thash urdhno, thash ti motër, tha kam drejta me fola, po thash që s'ke drejta, kush është a i shka ta celon drejtën ty? Urdhno, thash me gjashin folte. Ja nisi po flet, njeri i menqur nuk flet shumë, pak fol, po t'le me kuptuar. Tu fol kjo vajza, ki e lëndojnë familje, ki gjalli tash, indërhinje. Pasha Allahin e qabës me 3 fjali, me 3 fjali unë e kuptova mentalitetin dhe psikologjinë e kësaj vajzës. Edhe i thash, ti mundesh me shujt. Ajo qka i tha? Pasha Allahun tekstualisht, kur se arre këtë gjali? Të lutëm, tha zotri. Të lutëm, tha, mës ma një lës ta familjen. Pra mës një lës familje. Ki mës marveshje me gruen, qka ka faj baba e saj, nana e saj, vllazit e saj, familja e saj. Se fund ti ke shkoj ke lypën, a e me zës ka në shpe. Ti ke shkoj ke kërkuën. Pra mës prek familje se është pik e dopt, sepse është tradit e gjahiljetit. E dyta, e treta do të është wal istiska u bin në gjumë, këtu e kemi temën tonë. Pra prej gjahiljetit është që të kërkohet pritet, mës për ndronë hona, mës për delë filan dili, yli, mës për ndryshon diçka në natën, qeli. O ti, Allahu kur dënë gjelle gjelaluhu, ati për ati lëshon shiun. Kur dënë gjelle gjelaluhu, ati për ati e ngrit shiun. Këto gjëra janë kejtë durët Allahut. Neve na duhet me lutë Allahun që Allahu me në lëshu shi, ose nëse është i tepër neve na duhet me lutë Allahun që Allahu me ndërprej shiun. Ama ka dal illi, s'ka dal illi, ka dal hona, s'ka dal hona, këto i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. E treta dhe e katërta dhe e fundit me këtë me përfundoj, prej gjahiljetit është gjatë vdekjes me vajtu. Ta kemi cek shumë shpesh. Pra nuk bën të vajtohet. Po, kaj, po, lët, po, mërzitu. Aja është prej rahmetit, ama me bërtit, e me mshu ftyrës, e me shki robët, këto janë prej gjahiljetit. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu na tha. Pra, vëllezër të nderuar, edhe një herë i kthehemi hadithit kutsi ku Allahu tha, pra Allahu azza wa jall thot, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, në prej robërve të mi janë zgjuar disa në mëngjes musliman e disa kafir. Fa amma men qale mutirna bi fadlillahi wa rahmetihi, dhe ata të cilët thonë që Allahu lëshoj shi në neve me mirësin dhe rahmetin e vetë. Pra ai cili thot kështu, thot është besimtar në Zotin, kafir është në, jo kafir që se beson, ato ekzistojnë si që yje, por shiun, besimin të shiu e kemi, pra shiun e lëshon vetëm Allahu Azza wa Jall. Fa amma men qal mutirna binohu këdha wa këdha, pra ai cili thot që erdh shiu se pas ka ndru hana,
Pra ky njeri është kafir në Zotin, besimtar në yjet. Ndërsa prej neve lipa që të jemi besimtar vetëm në Allahun Azza wa Jall. Pra kjo është akidja e pastër. Pra ata vëllezër, dikush mund të thonë pse hoxh po fokusohesh shumë te besimi? O vëlla, 700 namaze falin ditë. O vëlla, banu më i miri në dunjë. Nëse ti akiden e ke të njëllosur, pra nuk vin as namazi, as agjerimi, as zekati, as haxhi, as kurgja. Pra e para është filtrimi i akides, i besimit. Pra duhet ta kemi besimin e qiltër, e nëse e kemi besimin e qiltër, Allahu me rahmetin e vet inshallah na i fal gjunahet e tona. Lusmi Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që Allahu Azza wa Jall të na bën për atinve që ka besojmë ashtu që shdon Allahu Azza wa Jall. Allahu të na largon nga çdo bistitnie. Allahu të na largon nga çdo besim i kot. Allahu Azza wa Jall të na largon nga çdo njëllose e akides dhe besimit, me akide të pastër të jetojmë, me akide të pastër të veprojmë, me akide të pastër të vdesim. Allahun kështu të takojmë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.